Horoskopi ditor e martë, 7 korik 2026, dashi. Sot do të zbuloni disa gjëra të reja për partnerin tuaj, të cilat deri më sot as që I keni ditur. Marrëdhënia në çift do të jetë më ngrohtë se më parë. Beqarët do të kenë një takim interesant, por nuk do të përfshihen në të. Financat do të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Demi, do të jeni shumë sensual dhe joshës me partnerin tuaj sot dhe do ta bëni atë ta ketë gjithmonë mendjen tek ju. Në mbrëmje, priten momente pasionante. Nëse jeni beqar dhe ndërroni të keni në krah një person të veçantë, sot është dita e duhur, do të jetë takimi vendimtar. Financat do të jenë përgjithsisht të mira, por nuk duhet të abuzoni për asnjë arsye me shpenzimet. Binjakët, do t'ju ndryshoj shpesh humori gjatë kësaj dite dhe kjo mund të sjellë probleme me partnerin. Nga ana tjetër, nuk duhet vetëm të kërkoni në lidhjen tuaj, por dhe duhet të jepni. Beqarët nuk duhet t'i idealizojnë menjëherë personat që do të takojnë, sepse mund të zhgënjehen. Situata financiare do të fillojë të përmirësohet me hapa të shpejtë. Gaforja, për ata që kanë kohë që janë në një lidhje, pritet një ditë e mbushur me diskutime serioze dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Mundohuni mirë të bëni më të mirën për veten tuaj në çdo hap që hithni. Beqarët duhet të tregohen edhe më të duruar nëse duan që të gjejnë personin më të përshtatshëm për ta. Do të keni takime gjatë kësaj dite. Në planin financiar, hiqni dorë nga shpenzimet marramendse sa më shpejt. Luani, harrojini mosmarrveshjet që keni pasur kohët e fundit në çift dhe mundohuni të tregoheni më optimist për të ardhmen. Të dy keni gabuar, kështu që nuk keni pse ta mbani mendjen atje. Beqarët nuk duhet të dekurajohen edhe nëse nuk do ta gjejnë shpirtin binjak. Miqt nuk do t'i lënë për asnjë moment të mërziten. Në planin financiar duhet të bëni disa sakrifica për të stabilizuar situatën. Virgjëresha, mosmarrveshjet dhe debatet në çift do të jenë të shumta gjatë kësaj dite. Nuk do të jeni as pak dakord me partnerin tuaj për ato që ai do t'ju thotë dhe kjo do të krijojë gjatë gjithë kohës tension. Beqarët nuk do ta ndjejnë shumë nevojën e dikujt në krahun e tyre. Në planin financiar asgjë nuk do të jetë e thjeshtë, tregohuni të kujdesshëm. Peshorja, falë ndikimit të madh të Venusit, jeta sentimentale e çifteve do të jetë më e bukur dhe më emocionuese. Shfrytëzoni çdo sekond kur të ndodheni pranë partnerit, sepse ka momente që nuk përsëriten. Beqarët nuk do t'i rezistojnë dot charmit një personi që do të vijë nga jashtë. Në planin financiar duhen marrë masa shumë strikte në mënyrë që gjërat të shkojnë mirë. Akrepi, ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të përjetoni ndjesit veçanta dhe shpeshherë do t'ju duket vetja si në ëndër. Beqarët nuk do të nxitohen të krijojnë një lidhje me personin e parë që do t'i josh, sepse nuk do të mund të kuptojnë kush është ai në të vërtetë. Në planin financiar mos prisni përmirësime të ndjeshme, sepse kjo nuk mund të ndodhë menjëherë. Shigjetari, ditë shumë e zakonshme kjo e sotmja për gjithë ata që janë në një lidhje. Nuk priten as surprizat më dha, por edhe probleme nuk do të ketë. Duhet bëni paksa kujdes edhe me xhelozinë e tepruar. Beqarët nuk do të jenë të gatshëm të nisin një histori dashurie, sepse nuk do të gjejnë dot personin e duhur. Sektori parave do të jetë I qëndrueshëm. Bricjapi, sot do të filloni të dyshoni jashtëmase për ndjenjat tuaja dhe nuk do të jeni të sigurt nëse personi që keni në krah është I duhuri për ju. Flisni me të dhe shprehani ashtu siç ndiheni gjërat. Për beqarët do të ketë me të vërtetë një takim mjaft impresionues. Financat pritet të kenë përmirësime të ndjeshme. Ujori, edhe ju që jeni shumë realist, zakonisht do të filloni të ndërroni për jetën tuaj në çift. Partneri nga ana tjetër nuk do të jetë në ditën e tij më të mirë dhe kjo mund të sjellë zhgënjime. Beqarët mund t'ia kushtojnë më tepër vëmendjen personave që I takojnë dhe I ftojnë në takime. Buxheti do të fillojë të ekuilibrohet. Peshqit, ditë mjaft e animuar kjo sotmja për të dashuruarit. Emocionet që do të përjetoni do të jenë vërtet të mëdha dhe të papërshkrueshme, kështu që shfrytëzojeni ditën sa të mundeni. Beqarët nga ana tjetër do të jenë më të hapur ndaj takime dhe me shumë gjasa do të takojnë një person të përshtatshëm për ta. Financat duhen menaxhuar me kujdes.